Allahu Gjelleshanu thot, El hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në disa muaj ose në një periudhë, në një sezon të ditur, që e ka përcaktuar Zoti Gjelleshanu. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Ai i cili e bën niyet që ta kryej haxhin, ai mos bëj fjalë të pista, as vepra të pista, dhe mos bëj debate me njerëzit kot, sepse ajo që po bën është shumë e madhe, pra shtylla e Islamit të haxhit, dhe këto të gjitha që bien ndesh me edukatën dhe moralin e prishin haxhin dhe ja ulin vlerat haxhit. A nuk e shikon se çdo shtyllë e Islamit o vllai im ka lidhje me moralin edhe me sjelljen? Sepse pikërisht feja është moral. Besimi është moral. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte njeriu më i moralshëm dhe me edukatën më të lartë, siç na tregohet neve tekstet fetare. Nderuar xhamat, vëllezër dhe motra, për ata të cilët e kanë bërë niyet këtë vit që të jenë prej haxhinëve, pra prej haxhilerëve të Allahut xhaleshanu. Është momenti që me bërë regjistrimin, sepse për afat procedurial me 31 dhjetor mbyllet, sepse kështu i kërkojnë edhe autoritetet atje në Arabinë Saudite që organizojnë haxhin për gjithë botën. Kështu që kush e ka bën niyetin ose kush do ta bëjë niyetin për këtë haxh, për këtë vit inshallah që të jetë prej haxhive të Allahut, vallahi nxitoni që ta regjistroni emrin edhe mundohuni që të jeni prej tyre, sidomos ata të cilët akoma s'e kanë bërë haxhin. Vallahi nuk i dihet a na kap viti tjetër apo nuk na kap viti tjetër, a na zën viti tjetër apo jo. Kush e ka mundësinë me bë haxhin, edhe kush i ka edhe fuqinë, kush i ka të gjitha gjërat pra të mundshme që ta bëj, vallahi le ta bëj regjistrimin për haxh, edhe le të shkoj haxhit ta plotësoj shtyllën e Islamit. Dhe desha t'ju them pra që është momenti fiks deri në fund të vitit janë regjistrimet që pastaj mbyllen listat për këtë vit. Elus Allahun xhaleshanu të na falit, na mëshiroj. Elus Zotin xhelle xhelaluhu që neve të na orientojë gjithmonë tek e mira.